Universiteti i Tetovës ka nderuar çiftin e njohur shqiptaro-amerikan Josef Dioguardi dhe Shirley Chloe Dioguardi me titullin doktor honoris causa në një ceremoni solemne të mbajtur në ambientet e universitetit për cilë agjencia INA. Ky vlerësim i lartë akademik u akordua në shenjë njohje për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në themelimin dhe zhvillimin e Universitetit të Tetovës. Emrat e çiftit Dioguardi janë lidhur ngushtë me historinë dhe rrugtimin e vështirë të UT-s, një histori e shënuar me përpjekje, mund e sakrifica. Në fjalën e tij përshëndetse gjatë ceremonisë së ndarjes së titullit doktor honoris causa, rektori i Universitetit të Tetovës, profesor doktor Jusuf Zeneli, vlerësoi lart kontributin e çmuar të ish kongresmenit Arbresh Josef Dioguardi dhe zonjës Shirley Chloe Dioguardi. Ai theksoi se angazhimi i tyre i palodhur për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve dhe mbështetja e dhënë në Universitetin e Tetovës në periudhat më të vështira përbën një kapitull të veçantë të solidaritetit dhe përkushtimit nga diaspora shqiptaro-amerikane. Në fjalën e rastit, drejtues të universitetit vlerësuan se Josef dhe Shirley Chloe Dioguardi kanë qenë gjithmonë zëra të fuqishëm në mbështetje të çështjes shqiptare, duke ngritur zërin në qarqet ndërkombëtare për të drejtat të shqiptarëve në Kosovë, Maqedoninë të Veriut, Lukinën e Preshevës e më gjërë.